Përshëndetje. Tani si që premtova në videon e kaluar do flasim për a minus b në katror. Sipas katrorit të binomit, kjo është barabartë me i pari në katror minus 2 herë i pari herë i dyti dhe plus i dyti në katror. Ta vërtetojmë së pari. A minus b në katror është barabartë me a minus b herë a minus b, me kjo është barabartë me a herë a në katror, a herë minus b bëjnë minus ab, dhe minus b herë a bëjnë minus ba, dhe minus b herë minus b bëjnë plus b në katror. Kjo është barabartë me a në katror minus 2ab, a minus 2ab plus b në katror. Të marrim një shembull. 6x minus 5 në katror. Tani i pari në katror, pra 6x në katror minus 2 herë i pari herë i dyti, 2 herë 6 bëjnë 12, 12 herë 5 bëjnë 60, pra minus 60x plus i dyti në katror, 5 herë 5 bëjnë 20, 5 herë 5 bëjnë 25. Pra 6x katror minus 60 plus 25, kjo është barabartë me 36x në katror minus 60x plus 25. Dhe tani ta shkruajmë në formën tjetër. 6x minus 5 në katror është barabartë me 6x minus 5 herë 6x minus 5. Kjo është barabartë me 6x herë 6x bëjnë 36x në katror, 6x herë minus 5x bëjnë minus 30x, dhe minus 5x herë 6x bëjnë përsëri minus 30x, dhe minus 5 herë minus 5 bëjnë plus 25. Kjo është barabartë me 36x në katror minus 60x plus 25. Pra, si një rezultati përsërisht i njëjtë, si metoda parë që metoda dytë na jep rezultat të njëjtë, por kjo dallasi është pak më e shkurtër. Në mësimin tjetër do bëjmë shumë ushtrime mbi katrorin e binomit. Mirupafshim.